Një pasdite e zakonshme Mike Smith u nis për të bërë atë që e donte më shumë, endjen me detektorin e tij të metaleve, që kur ishte fëmijë, Mike kishte ndërruar gjithmonë të zbulonte thesare të fshehura të varrosura nën tokë, dhe pas vitesh kërkimi durimi i tij më në fund u shpërblye. Detektori i tij papritmas lëshoi një bip të fortë dhe ai vuri re atë që dukej si një zinxhir i vjetër që dilte nga dheu. Zemra i filloi të rrihte ndërsa ai u gjinjëzua dhe filloi ta gërmonte me kujdes. Ai e dinte se kishte gjetur diçka, por nuk kishte asnjë ide se sa i madh do të dilte ky zbulim. Shumë shpejt, lajmet dhe autoritetet lokale morën vesh dhe jeta e qetë e Mike u ndryshua përgjithmonë. Mike Smith, i lindur dhe rritur në Wales të Mbretërisë së Bashkuar, kishte filluar të merrej me detektimin e metaleve që në moshën 12 vjeçare. Disa vite më parë, në një pasdite me shi, Mike ishte jashtë në një fushë të gjerë me detektorin e tij besnik. Krejt pa pritur, makina lëshoi një bip të mprejtë, duke qëndruar aty në mes të një lëndine të madhe dhe boshe. Mike nuk kishte asnjë ide se çfarë mund të ishte varrosur në këmbët e tij. Pasi ndëgjoi bipin në fushë, Mike u end pak duke tundur detektorin e tij në qarqe të gjëra mbi vendin. Ai donte të përqendrohej në zonën e saktë ku po vinte sinjali, ndërsa punonte, ai u përpoq t'i mbante shpresat nën kontroll. Ai kishte gjetur shumë copa të padobishme ndër vite, por atëherë ndodhi diçka e çuditshme. Ndërsa u largua nga vendi origjinal, detektori i tij lëshoi një bip tjetër. Ky ishte edhe më i fortë se më parë. Duke i besuar instiktit të tij, Mike filloi të gërmoj aty ku bipet ishin më të forta. Toka ishte butë nga shiu dhe pas disa minutash gërmimi, ai kishte një vrim rreth një këmbe të gjerë dhe 2 këmbë të thella, ndërsa largonte dheun gishtat e tij prekën diçka. Ajo që u shfaq ishte një unazë e vjetër me këdhenjë të çuditshme përgjatë anës. Edhe më kurioze, unaza dukej se ishte e lidhur me majën e një zinxhiri metali që vazhdonte më thellë në tokë. Mike u mundua të lironte zinxhirin, por ishte i ngulitur fort. Duke injoruar shiun, baltën dhe dhimbjen në shpinë, ai vazhdoi të gërmonte. Zinxhiri vazhdonte hallk pas hallke, më thellë në tokë. Më në fund, pas orësh pune të ngadaltë dhe të kujdesshme, ai arriti hallkën e fundit. Kjo ishte vetëm fillimi i një sfide shumë më të madhe. Sido që të ishte objekti me të cilin ishte lidhur zinxhiri, ishte masiv, shumë i madh se çdo gjë që ai kishte pritur. Të nesërme në mëngjes sapo doli dielli, Mike u kthye në vend. Ai kapi veglat e tija dhe filloi të gërmonte përsëri. Kjo është kur ai vuri re diçka që nuk e kishte parë natë më parë. Një hapje e vogël pikërisht në zinxhir. Kurios, ai nguli lopatën e tij në vrim dhe u trondit kur ajo ra në një hapësirë të zbrazët. Më pas, para se të mund të reagonte, toka nën të u shemb dhe Mike ra drejt e në vrim. Ai ra vetëm disa metra para se të binte fort në atë që dukej si guri fort. Tani rrethuar nga errësira e plot, ai ndezi dritat e tij. Rrezja zbuloi se ai kishte zbritur brenda një lloj dhome. Muret ishin të mbuluara me shtresa të shenjave të çuditshme, gërvishtjeve dhe atyre që dukeshin si gdhenjë të frikshme si simbole. Dukej si një lloj shkrimi dhe 2 shkronja të njëjta përsëriteshin prap dhe prap. V. Këto simbole dukeshin se formonin një lloj shtegu, duke quar më thellë në dhomë. Pas disa mendimesh, Mike Smith vendosi se ishte koha të kontaktonte universitetin lokal. Ai kuptoi rregullat rreth gjetjeve të thesarit, ato që i njiheshin si ligjet e thesarit. Sipas ligjit, nëse objekti konsiderohet i rëndësishëm historikisht, ai duhet të dorëzohet autoriteteve dhe ata vendosin se çfarë do të ndodhë më pas. Smith arriti tek Mike Sims, një lektor në Universitetin e Leicesterit dhe ekspert në epokën britanike të hekurit dhe bronzit, ku Sims mbriti. Nuk ju desh shumë kohë për të vënë re zinxhirin e hekurt, unazën e madhe në maje dhe hallkën e madhe që i lidhte. Pas vetëm një vështrimi, Sims tha se ky nuk ishte një zbulim i rregullt, ishte diçka e veçantë. Ajo që Smith kishte zbuluar rezultoi të ishte një montim i rrallë karroce ose qereje që datonte që nga mosha e hekurit të mesme ose e vonë. Karrocat, shpjegoi Sims, janë një gjetje tepër e rrallë, sepse ato ekzistonin shumë kohë para se të fillonin pushtimi romak rreth vitit 43 pas Krishtit dhe zotëroheshin vetëm nga njerëz të pasur. Ekipi i muzeut gërmoi me kujdes, duke hequr rreth 80 ton gurdhe tokë.
Ajo që zbulan ishte jashtëzakonshme, një karroce tërë keltike 2000 vjeçare, edhe më befasuese, eshtrat e dy kuajve të vegjël ishin ende të bashkangjitura me të ruajtura që nga momenti kur i kishin tërhequr për herë të fundit. Ata zbuluan 34 pjesë të veçanta, duke përfshirë pjesë të karrocës si dhe mbetje organike jashtëzakonisht të ralla si lëkura, druri dhe tekstilet. Gjatë vazhdimit të gërmimit, Sims dhe ekipi i tij hasën në gdhendjet që Mike kishte përshkruar më herët. Kjo është kur arkeologu Silva Fern ju bashkua projektit. Ajo hodhi një vështrim të shenja dhe zbulimet e saja i dhanë të dridhura të gjithëve. Fern i njohur shenjat menjëherë. Ato janë ato që njihen si shenja të shtrigave, simbole ose forma të gdhendura në mure, ndërsa madje edhe në mobilje për të mbrojtur njerëzit nga shpirtrat e këqij ose mallkimet. Zakonisht, mund të gjesh vetëm disa këtu ose atje të mjaftueshme për të mbrojtur një shtëpi, por të shihje kaq shumë të gërvishtura me kujdes thellë në muret e një dhome të fshehtë tregon diçka tjetër. Këto shenja janë të pabesueshme, tha Fern. Ajo shpjegoi se këto simbole ishin ndoshta të destinuara të mbanin jashtë shpirtrat, demonët, zanat ose shtrigat, sepse njerëzit ishin të tmerruar. Gjuetit e shtrigave po ndodheshin në të gjithë Evropën dhe këto shenja u bën nga friga reale. Ajo shtoi se vrima në tokë mund të ketë të përfaqësuar një lloj kutie të Pandorës, diçka që njerëzit besonin se duhej vulosur ose mbrojtur. Një historian i njohur besonte se katastrofat natyrore si uria mund të kishin çuar në besime të mbynatyrshme. Megjithatë, shefi ekzekutiv historik ofroi një këndvështrim më praktik. Ai besonte se shenjat ishin thjesht pjesë e jetës së një epoke tjetër, ku njerëzit jetonin me vdekjen dhe sëmundjet si pjesë e jetës së përditshme. Pasi e ktheu ëndrrën e tij të fëmirisë në realitet, Mike Smith gjithashtu përfundoi duke bërë pak para nga zbulimi. Meqense ai ishte ai që zbuloi fillimisht vendin e varrimit dhe zinxhirin, ai kishte të drejtë të shiste 34 artefakte në muze. Ndërsa Smith nuk do të thotë saktësisht sa fitoi, ai pranoi se ishte një shumë e mirë. Ai gjithashtu u sigurua të ndaj fitimin me pronarin e tokës. Zbulimi i tij bëri kaq shumë valsa që muzeet filluan të konkurronin për të qenë të parët që shfaqnin artefaktet. Sot, vendi është në mbrojtje të plot ligjore. Muzeu Kombëtar i Walesit ka tashmë plane afatgjata në lëvizje për vendin, duke u bashkuar me partner për të kryer një projekt më të madh që do të përfshijë mundësi për njerëzit në komunitetin lokal për të përfshirë. A mendoni se ka më shumë të fshehta të varrosura në dhomën e zbuluar nga Mike Smith?